kam probleme pak edhe shëndetësore. Unë ja kum kallëzu dhe një natë fjollës, shtu ta ma me po me fakte dhe shputën e kam të rafsht komplet mu ka bo, mu ka deformu pak kjo pjesa këto, se dhja mundet me po kamera. Jo, aty nuk mundet. Edhe të pjesa e shpinës i kam edhe unazat edhe të gojt e kam të më dho miniskusin. Edhe kjo pak kum dhimet vetja se kum rreziku dhe pjesën e shëntetit edhe kum bajt unë kohën pesha të randa edhe kum plejt më thonë 7 vjet në përzyre edhe qam ka pengu se kur së ardhë më vetë, qushje, kur së më ka vetë, aki aski, edhe në bazë fiziku gjithmonë ka menu që kam. Kjo pak më ka pengu se tani ka pas edhe para gjykime për dyshime, jo i ka keq përdor ose si ka keq përdor. E ndoshta ma mirë para se me para gjyku, se unë mendoj edhe besoj që para gjykimet e parakoshme gjithmonë e hupin mundësin për me njoft kresën njëre. Se e jashtme dhe mbrenshme ka dallim shumë. Do shta ma mirë është në aspektin e fakteve, dëshmive dhe argumenteve, që atë njëri kur ti e para gjykon me shku me vizitu. Ti mos në rëm mendim, a mot pak të në shkove dhe vizitoja kushtet ekonomike, edhe gjona tjera ma ndej para gjyko. Edhe kjo pjesë dhe më thonë më ka pengu se gjatë gjithë kohës jë më para gjyku shumë, sa që ka i herë ndoshta nuk u mujt me bo dhe jetën tem personale. Nëse e dalë për shembull ti një mramje ose një diçka, ja akuzua, lese me pare të invalidave